Infermierja u pushua nga puna sepse ndihmoi një të pastret të plagosur, pa e ditur se kishte shpëtuar njeriun më të pasur të qytetit. Ajo po mbyllte një tjetër turn natë në spitalin publik të qytetit, kur dëgjoi britma që vinin nga hyrja e urgjencës. Ishte para agimit, një mëngjes i ftohtë, dhe ajo sapo kishte përfunduar dokumentet e fundit, kur dy roje sollën zvar një burr nga krahët, duke lënë gjurmë gjaku mbi dy shemen e sapo pastruar. Edhe një ideur i rrugës, mërmëriti kryeinfermieri, pa ngritur syt nga letra. Vendoseni në shtratin e fundit dhe prisni të zbardh dita. Nuk do të shpenzojmë burime për këtë lloj njerëzish tani. Ajo e vëzhgoi burrin teksa e vendosën. Ishte pa ndjenja, me plagë të thella në ballë dhe në krahun e majt, rrobat e grisura e të pista. Nga plagët dukej qartë se ishte rrahur keq. Nuk ishte thjesht alkool. Gjaku ishte i freskët, dëmtime të reja. Ai është vërtet i plagosur, tha infermierja, duke ju afruar shtratit. Shiko sa gjak ka. Kryeinfermieri u përgjigj me padurim se nuk duhej të shpërdoronin materiale të shtrenjta për të pastre dhe se duhej ta linin deri në mëngjes. Por ajo nuk mund ta injoronte. Plaga në ballë gjakoste shumë dhe krahu duke i thyer. Pa ndihmë të menjëhershme, rreziku ishte i madh. Ajo pa përreth dhe vuri re se kolegët e tjerë shtireshin të zënë. Të paktën do t'i pastroj plagët dhe do t'i bëj një fashim bazë, tha ajo, duke marrë garza dhe solucion. Kryeinfermieri e paralajmëroi me zë të ngritur, por ajo tashmë ishte pranë shtratit. Filloi të pastronte me kujdes gjakun nga fytyra e burrit. Nën papastërti, ai nuk dukej aq i vjetër sa mendoi. Duhej të ishte në moshë të mesme, me flokë të errët dhe lëkurë të nxirë nga dielli. Duart, edhe pse të ndotura, nuk dukeshin si të dikujt që kishte jetuar gjithë jetën në rrugë. Ndalo menjëherë, bërtiti kryeinfermieri. Ajo ju përgjigj qetë se ishte infermiere prej vitesh dhe se kishte bërë betim për të shpëtuar jetë, jo për të zgjedhur se cilat vlejnë. Debati tërhoqi vëmendjen e stafit. Një infermiere tjetër u afrua me buzëqeshje tallëse dhe e akuzoi se po shpenzonte materiale për dikë që nuk e meritonte, ndërsa të tjerët punonin me pacient të vërtetë. Ajo u përgjigj se profesioni nuk zgjedh sipas klasës shoqërore. Talljet vazhduan. Një koleg tjetër tha se ajo po përpiqej të dukej e mirë. Ajo ndjeu fytyrën t'i nxehej nga turpi, por vazhdoi. Aplikoi antiseptik dhe kontrolloi pulsimin. Ndërkohë, burri në shtrat kishte ardhur në vete dhe po dëgjonte gjithçka me syt mbyllur. Ajo që e prekte nuk ishin thyrjet, por vendosmëria e infermieres. Prekja e saj ishte e butë dhe njerëzore, diçka që ai nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Kryeinfermieri ju afrua kërcënueshëm dhe i dha një paralajmërim të fundit. Ajo u përgjigj se po bënte vetëm një kujdes bazë, thjesht njerëzor. Të tjerët qeshën dhe e tallën. Burri shtrëngoi grushtat duke dashur ta mbronte, por e dinte se zbulimi i vetdijes do ta përkeqësonte situatën. U bën edhe shaka të liga, por ajo i përfundoi fashimet dhe njoftoi se rreziku i menjëhershëm ishte shmangur. Kryeinfermieri u tall se ajo kishte shpenzuar para kohë. Ajo nuk u përgjigj. Hodhi një vështrim të fundit te burri, i cili dukej më i qetë. Diçka në fytyrën e tij e intrigonte. Më pas u thirr në korridor. Aty ju komunikua një vërejtje me shkrim për mosbindje dhe përdorim të papërshtatshëm të burimeve. Ajo e kundërshtoi, por e kuptoi se vendimi ishte marrë. E firmosi me duar që i dridheshin, me karrierën e njollosur nga një akt humanizmi. Kur u kthye, kolegët e shikonin me përzierje keqardhjeje dhe kënaqësie. Ajo mblodhi gjërat dhe u përgatit të largohej. Para se të dilte, ju afrua shtratit dhe i uroi shërim, duke menduar se ai nuk e dëgjonte. Por ai e dëgjoi. Kur ajo doli në ajrin e ftohtë, ai hapi syt, i mbushur me mirënjohje dhe vendosmëri. Ajo priti autobusin, e lodhur dhe e tronditur. E dinte se vërejtja do të sillte pasoja. Shikoi duart e saj, ende me gjurmë gjaku, dhe mendoi se kishte bërë gjën e duhur, edhe pse çmimi ishte i lartë. Qyteti po zgjohej dhe ajo e ndjeu se diçka kishte ndryshuar brenda saj. Më vonë, kur spitali u qetësua, burri u ngrit me kujdes. Dhimbja ishte e fortë, por e përballueshme. Pa veten në pasqyrë dhe vuri re fashimin e rregull. Në xhep gjeti telefonin e tij, ende funksional. Kishte shumë thirrje dhe mesazhe. Telefonoi shoferin e tij dhe kërkoi të vinte në mënyrë diskrete. U kthye në shtrat dhe priti.
Kur u larguan në makinë ai shpjegoi se ishte pronar i një grupi të madh biznesesh dhe se kishte hetuar personalisht menaxhimin e keq në spitalet publike që merrnin donacione. Gjatë qëndrimit të maskuar si i pastre, kishte parë gjëra të rënda. Sulmi në rrugë i kishte sjell plagët, por edhe një takim që do t'i ndryshonte planet. Ishte infermierja që e kishte trajtuar si njeri. Ajo e kishte shpëtuar dhe ishte poshtëruar për këtë. Në shtëpinë e tij, ndërsa mjeku personal kujdesej për plagët, ai e dinte se ky akt i vogël humanizmi do të kishte pasoja të mëdha. Për hir të Zotit, çfarë çmendurie ishte kjo? Krahu yt është i thyer dhe ajo plag në ball kishte nevojë për qepje që prej kohësh. Mjeku fliste me ton të ashpër, ndërsa përgatiste mjetet. Më trajto këtu. Nuk dua të shkoj në spital privat tani dhe mos regjistro asgjë zyrtarisht. Ndërsa mjeku punonte duke vendosur një mbajtëse të improvizuar në krah dhe duke qepur plagën në ball, burri filloi të tregonte gjithçka që kishte përjetuar gjatë ditëve të fundit. Ajo që kishte parë në spital ishte pasqyra e gjithçkaje që nuk funksiononte në sistemin publik të shëndetësisë. Ti mund të kishe vdekur, murmuriti mjeku duke aplikuar anestezin lokale. Hetimet bëhen nga profesionist, jo duke u maskuar si i pastre nëpër rrugë. Nëse do të kisha dërguar profesionist, ata kur nuk do të kishin parë atë që pash unë. Dhe kur nuk do ta kishin njohur infermieren, u përgjigj ai qetë. Pasi mjeku përfundoi dhe u largua, burri thiri shoferin e tij për një bisedë serioze. Ata u ulën në zyrën e madhe të rezidencës, e veshur me dru të errët dhe me pamje nga deti. Kam nevojë që të punësosh hetuesin privat më të mirë të qytetit. Dua të di gjithçka për infermieren që punon në spitalin publik. Çdo detaj, ku jeton, familja, formimi profesional, gjendja financiare, historia e punës. Dua të di çfarë lloj njeriu është, nëse ka fëmijë, nëse është e martuar, cilat janë ëndrat e saj. Shoferi shënonte gjithçka, por duke i shqetësuar. Je i sigurt se nuk e ke goditur kokën më rënd nga sa mendon? Kjo tingëllon si fiksim. Nuk është fiksim. Është mirënjohje dhe strategji. Ajo grua ka diçka që kompania jon ka nevojë dëshpërimisht. Çfarë? Integritet të vërtetë. Ajo rrezikoi vendin e punës për të kujdesur për një të panjohur që të gjithë e trajtonin si mbeturinë. Njerëz të tillë janë të rrallë. Shoferi e njihte mjaftueshëm për të ditur se, kur ai merrte një vendim, ishte më mirë të mos e kundërshtoje. Ai premtoi se do të kontaktonte hetuesin më të mirë dhe se do të sillte rezultate sa më shpejt, sidomos nëse infermierja kishte pësuar hakmarrje. Ndërkohë, burri bëri një dush të gjatë dhe veshi rroba të pastra për herë të parë pas ditësh. Në pasqyrë mezi e njihte veten. Ditët në rrugë i kishin ndryshuar këndvështrimin për shumë gjëra, sidomos për atë që kishte vërtet rëndësi. Hetuesi mbërriti në rezidencë në mbrëmje, me pajisje moderne dhe një ekip të vogël, por efikas. Ai kishte përvojë të gjatë në polici para se të hapte agjencinë e tij private. Premtoi diskrecion të plot dhe një raport të detajuar në pak ditë. Ndërsa hetimi vazhdonte, burri kaloi ditën tjetër duke analizuar dokumente financiare të spitalit publik. Kompania e tij dhuronte shuma të mëdha çdo vit, por dokumentet tregonin qartë se parat po devijoheshin për blerje të fryra dhe paga fiktive. Kur hetuesi u kthye me dosjen e plot për infermieren, informacioni ishte njëkohësisht tronditës dhe frymëzues. Ajo ishte e re, e diplomuar në një universitet publik me specializim në urgjencë. Kishte punuar për vite në të njëjtin spital me dosje të pastër dhe vlerësime për përkushtim. Ai shpjegoi se ajo kujdesej e vetme për nënën e sëmur, e shtruar në një klinikë private, dhe se paga e saj mezi mbulonte shpenzimet mjekësore. Jetonte në një apartament të thjeshtë, me qira të prapambetur, punonte turne të 2 fishta dhe bënte pastrime në fundjavë për të siguruar të ardhura shtesë. Ajo punon si pastruese, pyeti ai, i zemëruar. Po. Pastron shtëpi dhe zyra për të mbajtur familjen. Pastaj erdhi lajmi më i rëndë. Ajo ishte pushuar nga spitali, pushim nga puna për shkak të pretenduar për mosbindje dhe përdorim të papërshtatshëm të burimeve. Dokumentet e largimit ishin të qarta. Ajo kishte humbur punën sepse kishte treguar njerëzi. Ku ishte tani? Hetuesi shpjegoi se kishte gjetur menjëherë punë si pastruese në një ndërtesë tregtare në qendër të qytetit, me një pagë shumë më të ulët. Burri u ngrit dhe filloi të ecte nervoz. Ajo po paguante një çmim shumë të lartë për të bërë gjën e duhur, ndërsa ai kishte fuqinë ta ndryshonte këtë.
Ai kërkoi që situata e saj të monitorohej nga afër dhe deklaroi se plani i tij ishte të vendoste drejtësi dhe të riformsonte mënyrën se si bëheshin donacionet për spitalet publike. Atë natë nuk fjeti. Qëndroi në balkon duke parë dritat e qytetit dhe duke menduar për infermieren, e cila ndoshta po luftonte me faturat dhe pasigurinë për shkak të tij. Në mëngjes mori një vendim që do të ndryshonte jetën të dyve. Ai u nis drejt qendrës së qytetit. Ajo ishte në një kat të lartë të një ndërtese në gjunjë, duke fërkuar dyshemen e mermerit me një forcë që nxirrte gjithë frustrimin e saj. Ditë pas pushimit të padrejt nga puna, ajo ende nuk e besonte sa shpejt ishte shembur jeta e saj. Uniforma e pastrimit ishte e madhe për trupin e saj, e huazuar sepse nuk kishte para për të blerë një të sajën. Duart i dhembnin nga dorezat e forta. Mbikëqyrësia i bërtiti që të shpejtonte punën. Ajo u bind në heshtje. Paga e re ishte e pamjaftueshme dhe shpenzimet për nënën e sëmur e rëndonin çdo ditë. Atëherë dëgjoi hapa në korridor. Pa një burr elegant që po i afrohej, i shoqëruar nga një tjetër. Diçka në fytyrën e tij i dukej e njohur. Ai e pyeti me edukat nëse ishte ajo. Ajo u ngrit e hutuar. Ai u prezantua dhe përmendi natën në spital. Emri i tij i tingëlloi i njohur nga gazetat dhe bota e biznesit. Ajo mendoi se ishte një keqkuptim, derisa ai buzëqeshi. Sytë e tij ishin të njëjtët sy të burrit të plagosur që kishte ndihmuar. Ajo u trondi. Njeriu që kishte trajtuar si i pastre ishte një nga njerëzit më të pasur të vendit. Ai i tha se ajo i kishte shpëtuar jetën dhe se ishte pushuar nga puna për këtë arsye. Ajo ul në dysheme, e paafta përpunonte të vërtetën. Ai ul pranë saj duke shpjeguar se kishte qenë duke hetuar spitalin për keq menaxhim dhe korrupsion. Ajo e akuzoi se e kishte lënë të poshtërohej dhe të humbiste punën, kur mund ta kishte shmangur. Fjalët e saj e goditën fort. Ai u mbrojt duke thënë se zbulimi do ta kishte prishur hetimin dhe se nuk e kishte imagjinuar se ajo do të pushohej. Debati u ndërprer nga mbikëqyrësia, por ajo u tërhoq menjëherë sapo kuptoi se kush ishte burri. Ajo u largua duke kërkuar ndjes. Infermierja e pa skenën me hidhërim duke kuptuar fuqinë e parave. Ai i tha se kishte prova për padrejtësinë dhe se mund ta kthente në punë menjëherë. Më pas i ofroi një pozicion të ri në kompaninë e tij me një pagë të lartë, përfitime dhe një projekt për të reformuar donacionet në shëndetësi. Ajo heshti për një kohë të gjatë. Shuma ishte joshëse dhe do t'i zgjidhte shumë probleme, por ajo e pyeti pse po e bënte këtë. Ai u përgjigj se admironte integritetin e saj dhe se kishte nevojë për njerëz të tillë. Ajo e sfidoi duke thënë se dinjiteti nuk blihet me para. Ajo ishte lënduar, e poshtëruar dhe e dëmtuar nga heshtja e tij. Për të nuk ishte vetëm çështje financiare, por çështje dinjiteti dhe drejtësie. Arta, unë nuk arta ngriti dorën duke e ndërprerë. Ajo foli me zë të dridhur, por të fortë. Nuk ke asnjë ide se çfarë kam kaluar këto ditë. Telefonata kërcënuese për pagesa, turpi për të kërkuar para borxh, shikimi i nënës sime kur më pyeste pse isha kaq e trishtuar. Çdo ditë ishte një peshë e re mbi shpinën time. Iliri ndjeu fajin t'i shtypte gjoksin. Ai ishte përqendruar aq shumë te hetimi, sa nuk i kishte menduar plotësisht pasojat për Artën. Ajo kishte të drejtë. Ishte sjell në mënyrë egoiste. Kishte menduar vetëm për qëllimin e tij dhe jo për dhimbjen që ajo po përjetonte. Nuk kishte justifikim për këtë. Sinqeriteti në zërin e tij e bëri Artën të hezitonte. Në sytë e Ilirit ajo pa pendes të vërtet, jo një ndjenjë faji të rreme. Çfarë kërkon nga unë saktësisht? Pyeti ajo më qetë. Partneritet, u përgjigj ai. Dua të më ndihmosh të krijojmë një sistem real kontrolli në spitalet që marrin donacionet tona. Dua të jesh syt dhe veshët e mi, sepse ti e njeh realitetin e atyre që punojnë brenda. Po nëse them jo, atëherë e respektoj vendimin tënd. Por prap do t'i përdor provat që kam për të anuluar pushimin tënd nga puna dhe për ta paditur spitalin për ngacmim moral. Arta shikoi përreth. Korridori i ndotur ku punonte, kovën me ujë të pistë, uniformën e madhe që e bënte të ndihej e padukshme. Pastaj e pa Ilirin, elegant në kostumin e tij të shtrenjtë, duke i ofruar një mundësi për të pasur sërish zë, rëndësi dhe mundësinë për të bërë ndryshim të vërtetë. Më duhet të mendoj, tha ajo më në fund. Sigurisht. Sa kohë të duhet? Disa ditë. Dhe Ilir, nëse pranoj, duhet të jetë sipas mënyrës sime.
pa privilegje, pa mbrojtje speciale. Nëse nuk ja dal, më largon nga puna si çdo tjetër. Iliri buzëqeshi. Ishte pikërisht përgjigjja që priste prej saj. Ai nxori një kartë nga xhepi dhe ia dha. Numri im personal. Më telefono kur të vendosësh. Dhe nëse nuk pranoj, atëherë ti kthehesh si infermiere në spital me rritje page dhe me sigurinë se ata që të përsekutuan do të përgjigjen për atë që bën. Arta e mori kartën duke ndier letrën e hollë mes gishtave. Pse duhet të besoj pas gjithë kësaj? Iliri mendoi pak para se të përgjigjej. Sepse edhe i plagosur, edhe i rrahur, edhe duke rrezikuar gjithçka, unë nuk do ta harroj kur mënyrën si më trajtove atë natë. Ti më shpëtove, Arta. Jo vetëm trupin, por edhe besimin se ende ekziston mirësi e vërtet në botë. Arta e futi kartën në xhepin e uniformës. Do ta mendoj ofertën tënde. Por nëse është vetëm për të pastruar ndërgjegjen tënde, harroje. Nuk është për ndërgjegjen time, por për të bërë gjën e duhur. Ajo u kthye në punë, por mendja i ishte diku tjetër. Iliri doli nga ndërtesa dhe qëndroi për pak çaste duke e parë nga dritaret, teksa ajo kthehej të pastronte dy shemen. Marku, që kishte vëzhguar gjithçka në heshtje, ju afrua. E pranoj? Ende jo. Por do ta pranoj. I duhet vetëm kohë për ta përpunuar gjithçka. Si e kaq i sigurt? Sepse ajo është si unë. Nuk i reziston dot mundësisë për të bërë gjën e duhur, edhe kur është e vështirë. Arta kaloi ditë pa e nxjerrë nga mendja bisedën. Vazhdonte të punonte si pastruese, por çdo lëvizje ishte automatike. Zemërimi dhe kureshtja për ofertën luftonin brenda saj. Më në fund, një mbrëmje, ajo mori guximin dhe e telefonoi Ilirin. Duart i dridheshin. Ajo kërkoi të shihte provat për pushimin e saj nga puna dhe për spitalin. Ai e ftoi në zyrën e kompanisë. Të nesërmen, Arta u përgatit me rrobat më të mira që kishte. Ndërtesa e kompanisë ishte madhështore dhe e frikshme për të. Në zyrën e Ilirit, ajo u ndje e vogël mes luksit dhe pushtetit. Ai e priti me respekt dhe u ul pranë saj, jo pas tavolinës. Ai i tregoi se e kuptonte zemërimin dhe mosbesimin e saj. Arta foli hapur për zhgënjimin që kishte përjetuar, për besimin e thyrë se ndëshmëria mjafton. Iliri i tregoi historinë e tij, se nuk kishte lindur i pasur dhe se tani donte ta përdorte pozitën e tij për të krijuar mundësi për të tjerët. Pastaj i tregoi provat. Regjistrime, dokumente, dëshmi korrupsioni. Arta dëgjoi zërin e saj duke mbrojtur kujdesin njerëzor dhe zërat që e kishin poshtëruar. Dëgjoi edhe vendimin për ta larguar nga puna. Ai i shpjegoi se korrupsioni ishte i thellë dhe se largimi i saj kishte qenë i qëllimshëm. Arta u trondit, por edhe e kuptoi se çfarë po i ofrohej. Jo thjesht një punë, por një mision. Ajo pranoi me një kusht, të kthehej fillimisht si infermiere për të punuar sërish në terren. Iliri pranoi dhe i premtoi mbështetje për trajtimin e nënës së saj. Lotët i mbushën syt. Ata shtrënguan duart. Partner. Dhe Arta e dinte se betejë që i priste do të ishte e madhe. Disa javë më vonë, ajo u kthye në spital, këtë herë ndryshe. Me dokumente që do të ndryshonin gjithçka. Arbeni u zbeh kur e pa. Ajo buzëqeshi qetë dhe njoftoi se ishte rikthyer në punë me urdhër gjykate. Drejtësia kishte filluar të lëvizte. Ajo u përball drejt për drejt me akuzat, duke ruajtur qetësinë. U tha se shumë gjëra nga ajo natë dhe nga ditët që pasuan nuk ishin të njohura për të gjithë. Atmosfera u bë e rëndë. Punonjës të tjerë u afruan, kureshtar, ndërsa lajmi për rikthimin e saj u përhap me shpejtësi nëpër korridore. Drejtori administrativ u shfaqi shoqëruar nga disa burra me kostume formale, qartazi përfaqësues ligjor. Ata njoftuan se kishin ardhur për të shoqëruar rikthimin e saj në punë dhe për të sqaruar situatën institucionale. Menaxhmenti u tërhoq për një bisedë private, ndërsa ajo u përshëndet zyrtarisht dhe ju tha se do të orientohej për turnet e punës. Pas largimit të tyre, shefi i sektorit u përpoq ta friksonte, por ajo u përgjigj me qetësi se kishte ardhur vetëm për të punuar si infermiere, ashtu si gjithmonë. Megjithatë, ajo e dinte se kjo ishte vetëm fillimi. Në dosjen që mbante kishte prova që do të ndryshonin gjithçka. Gjatë turnit të natës, ajo punoi me profesionalizëm, duke u kujdesur për pacientët dhe duke administruar mjekimet me përkushtim. Kolegët e vëzhgonin me një përzierje frike dhe respekti. Diçka kishte ndryshuar dhe të gjithë e ndjenin.
Kur një person në gjendje të rëndë u soll nga rojet, ajo reagoi menjëherë, duke kërkuar ndihmë dhe duke u kujdesur për të me dinjitet. Heshtja në sallë ishte domethënëse. Të gjithë prisnin të shihnin se çfarë do të ndodhte. Ajo tregoi edhe një herë se profesionalizmi dhe humanizmi nuk negociohen. Në orët e para të mëngjesit, situata shpërtheu. Autoritetet hynë në institucion dhe nisën një operacion të gjerë hetimor. Disa drejtues u arrestuan për korrupsion, shpërdorim fondesh dhe për ndjekje të punonjësve të ndershëm. Provat ishin të qarta, regjistrime, dokumente dhe dëshmi. Spitali u mbyll përkohësisht për auditim. Punonjësit u tronditën, por shumë prej tyre ndjen edhe lehtësim. Drejtësia më në fund kishte mbërritur. Ajo u pyet nëse e kishte ditur se kjo do të ndodhte. U përgjigj se gjithmonë kishte besuar se e vërteta, edhe kur vonon, del në dritë. Disa kolegë i kërkuan falje për sjelljen e kaluar. Ajo i dëgjoi dhe u kujtoi se secili është përgjegjës për veprimet e veta, por se ndryshimi është i mundur. Të nesërmen, mediat folën për operacionin që kishte zbuluar një skem të thellë korrupsioni. Emri i saj u përmend si shembull guximi dhe integriteti. Institucioni ishte në kaos, por edhe në proces rilindjeje. Një sipërmarrës i fuqishëm u shfaq me një ekip auditorësh dhe konsulentësh, duke njoftuar se administrimi i përkohshëm do të ndryshonte rrënjësisht mënyrën e funksionimit. Ajo u emërua koordinatore e infermierisë, përgjegjëse për zbatimin e protokolleve të reja të kujdesit human. Reagimet ishin të forta. Disa u habitën, të tjerë u friksuan, por shumë u frymëzuan. Ajo u përball edhe me kërkesa për një shans të dytë nga ish kolegë që kishin gabuar. Duke kujtuar parimet e saj, ajo vendosi t'i jepte mundësi atyre që ishin të gatshëm të ndryshonin. Ditët që pasuan sollën transformim të shpejtë. Ambientet u rinovuan, pajisjet u modernizuan dhe stafi u trajnuan sipas standardeve të reja. Ajo punonte pa u lodhur, mes kujdesit për pacientët dhe ndryshimeve administrative. Ishte e vështirë, por kur nuk ishte ndier kaq e përmbushur. Një muaj më vonë, ajo u kujdes sërish për një person të varfër që kishte frikë se nuk do të trajtohej. Ajo i tha se kujdesi ishte për të gjithë, pa përjashtim. Stafi e përshëndeti pacientin me respekt. Kultura kishte ndryshuar. Më vonë, ajo dhe partneri i saj pranuan ndjenjat që kishin zhvilluar gjatë kësaj rruge të vështirë. Ata kuptuan se dashuria dhe drejtësia ecin bashkë. Martesa e tyre u bë një simbol shprese për të gjithë komunitetin. Vite më pas, institucioni u kthye në model kombëtar. Ajo udhëtonte, fliste dhe frymëzonte profesionistë të rinj. Mesazhi i saj ishte i thjeshtë: bëni gjën e duhur, edhe kur është e vështirë. E vërteta gjithmonë fiton.